E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi për të komentuar pak rreth marrëdhënies që vajzat tashmë kanë krijuar brenda shtëpisë së Big Brotherit. Deri disa ditë më parë, do me thënë ditë para se Brikena ta nxjerrën Selinën kok më kok për në finale, edhe pse u di që në start që do me thënë Selina është ajo që shkon në finale, sepse Selina ka më shumë atraktivitet se Brikena, ka më shumë lojë se Brikena, ka bërë më shumë në atë shtëpi se Brikena. Juela ditën e sotme ka qenë pak e acaruar dhe ka qenë pak e revoltuar për marrëdhënien që Selina ka krijuar brenda në shtëpi. Tani Juela që në momentin kur Ledioni tha që do të shkojnë 4 banor në finalen e madhe, unë e pash që Juela u tromp jashtëzakonisht shumë dhe nuk dinte se si, do me thënë se si të funksionon brenda asaj shtëpie, sepse Juelës tani nuk i dalin matematikat. Do me thënë Selina son të shkon, duhet të shkon Mateo, duhet të shkon Miri, duhet të shkon Rogerti, po duhet të shkon dhe Brikena, sipas matematikës së saj, dhe unë e shoh që Juela është në një presion të jashtëzakonshëm sepse nuk e pranon realitetin që të del një ditë prej asaj shtëpie. Do me thënë lufton me mishe me shpirt për të shkuar drejt në finale. Ditën e sotme ka patur një diskutim të madh me Selinën. Tani Juela e kam vërejtur një gjë që mundohet të futet në diskutime dhe unë e di pse e bën këtë gjë, sepse Juela dëshiron që të shndrohet në protagoniste. Sa më shumë protagoniste është, sa më shumë sonte Juela do ta kapën Prime-in, sa më shumë sonte të përmendet emri Juelës, Juela fiton tek publiku, por fiton dhe tek produksioni. Do me thënë është njeri atraktiv që i duhet asaj shtëpisë. Por unë mendoj që Selina nuk duhet të shprehet në atë formë që tirin cepave të rrugës, sepse ti thua tirin cepave të rrugës, ne e dim shumë bukur se kush rije cepave të rrugës. Do me thënë cepave të rrugës rinë ato vajza të cilat shiten me lek. Dhe Selin nuk duhet të përdorë një term të këtill sepse është term çnjerëzor, nuk është term i bukur. Do me thënë është term që përdoret nga ato vajza të cilat vërtet nuk kanë edukat. Por unë e them që Selina aq shumë u provokua nga Juela, aq shumë u ofendua nga Juela, sa që Juela e ka shumë të nevojshme që të bën dinamika me Selinën për të shkuar në finalen e madhe. Tani duke i parë rrethanat se si janë dhe numri 4 që e ka fut zjarin brenda shtëpisë që do ta futën edhe më shumë zjarin prej sonte, unë mendoj që Juela nuk është në finalen e madhe, sepse në finalen e madhe para Rogertit, para Mirit, para Mateos, Juela nuk mund të shkon nga që nuk është se ka patur lojën e saj. Juela u fuqizua që nga momenti kur hyri në grupin me Rogertin, por që të arrin femra të degradojnë njëra tjetrën, të ofendojnë njëra tjetrën vetëm për hatër të asaj finale të madhe atë asaj loje, unë mendoj që Juela e ka fituar Big Brotherin e saj, ajo duhet tani të lufton më së shumti për të kapur në pozicion në televizionin Top Channel, se sa të lufton, do me thënë, për ofendime apo për të degraduar njëri tjetrin.